Gjitha gjykata që themelohen nga mekanizma ndërkombëtar janë procese politike. Ndërkaq që gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, por dihet me fillim se ka qenë në një presion të jashtëzakonshëm të vendeve të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kështu me radhë. Pas një dyshim që ka elemente politike, për shkak se bashkia ndërkombëtare po don me vendosë barazpesh mes Kosovës dhe Serbisë dhe në këtë aspekt ka shumë ndikime politike, madje edhe në kohën e arrestimit të ish-presidentit dhe kryeparlamentarit, dy kryeparlamentarëve dhe shefit grupit të vetëvendosjes, dihet se pikërisht njëti prokuror tash po dyshohet edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion dhe trajtimi i rasteve dhe hetimeve në bazë ndikimeve, në bazë kërkesave që ja bojnë për krahasit e tij politik dhe financuesit e tij, që në drejtësi quhet edhe korrupsion. Prandaj mund mendoj që pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse fiton atje presidenti i gjatë, ka me pas ndikim edhe në procesin e vetë gjykatës së Hagës, për shkak se nuk ka mundësi që asnjë mekanizëm ndërkombëtar deri tash prej gjykatave të para pas luftës botërore që janë themeluar, gjykata e Hagës është vendosur. Çfarë impakti mund të ketë? Mund të ketë impakt paktën të përshpejtimit të procesit, sepse në verdikt se besoj se ndikon dikush aty. Përshpejtimi i procesit dhe vendosja e drejtësisë. Unë mendoj që këta gjyqtarë dhe prokurorë vetëm do të lejohen të punojnë drejt dhe të mos u bëhet presion që në çdo mënyrë të shpallin fajtor dhe të dënojnë. Kush i pengon? Po ata që i mbikëqyrin. Kosova nuk i mbikëqyr dhe këta mbikëqyren nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj nëse këta lihen të lirë të punojnë, ta vendosin drejtësinë, atëherë mund të presim një proces sigurt të drejtë, dhe kur them sigurt të drejtë mund të presim edhe lirimin e të akuzuarve. Ndërkaq nëse ka ndikime politike dhe duan që me çdo kusht ta barazojnë luftën e shqiptarëve të Kosovës me policinë dhe ushtrinë e Serbisë, e cila ka kryer krime jashtëzakonisht të mërshme në Kosovë dhe në vizë të tjera të Jugosllavisë, rrezikon që gjykata t'i dënojë. Sa i përket një pyetje që e parashtrova më herët se apo shihen në ndonjë epilog i drejtësisë, procesa gjyqësore është bukur vështirë me dhënë prognoza dhe analiza, sepse mund të ndryshojë. Mund të ndryshojë në momentet e fundit qase opinioni i trupit gjykues mirë, po nëse shohim këto seanca që po mohon publike, trupi gjykues tash është shumë objektiv se sa në fillim, se për shkak se ka pas një qasje jashtëzakonisht negative në krahasim në raport me mbrojtjen dhe të akuzuarit, ndërkaq tash po shihet në raport më pozitiv, sidomos në seancat e hapura, sepse seancat e mbyllura ne nuk po kemi mundësi mi përcjell. Zgjeliqi,